E pra të nderuar miq, vazhdoni edhe më tutje të qëndroni me programin ton. Kemi ndjekur kështu blokun publicitar për sot dhe u kthyem në studio me të ftuarin për ditën e sotme, faktikisht sot të ftuarën. Tema cilën do e diskutojmë, domethënë është një temë aktuale, do flasim konkretisht për studion për fizioterapi që ndodhet në Tetov, quajtur si NISA, dhe do të bisedojmë me, domethënë, personin kompetent të këtij drejtimi. Në studio kam të ftuar fizioterapistën, në fakt Majmira Emini. Mirë se erdhët. Mirë se gjetëm, Ariana. Dhe faleminderit për ftesën që ma keni bërë. Ndjehem e nderuar, gjithashtu që jam mysafire në këtë emisionin tuaj dhe u përgëzoj për emisionin. Faleminderit, vërtet është një kënaqësi shumë e madhe që kemi këtu të ftuar. Në fakt do të flasim edhe do t'ju japim masës më tepër njohuri në lidhje me studion të cilën edhe ju tash shpejt e keni hapur. Por përpara se të flasim konkretisht për këtë temë, do donim një letër njoftim të shkurtër, domethënë për sa i përket biografisë tuaj. Kush është zonja Majmira, ku lind, u rrit dhe ku u shkollua ajo? Jam e lindur dhe rritur në fshatin Tenoko dhe kam kryer shkollën fillore. Pastaj shkollën e mesme kam ndjekur në Tetov, shkollën e mjekësisë. Pastaj pas shumë viteve pauzë nga shkolla e mesme, vazhdova studimet në drejtimin fizioterapi këtu në Universitetin Shtetëror të Tetovës. Dhe para 4 vite, më thonë, në vitin 2012 kam diplomuar. Dhe kjo është. Në fakt, çfarë paraqet fizioterapia, që ta bëmi më të qartë për shikuesit? Shifme, fizioterapia është një degë e mjekësisë, e cila i trajton problemet e sistemit kocko-muskular. Vërtet është një degë shumë e rëndësishme në mjekësi, e cila shkon paralel me shumë drejtime, trajton shumë diagnoza nga drejtime të ndryshme të degëve të mjekësisë, siç janë ortopedia, traumatologjia, neurologjia, pastaj kemi edhe pediatri. Me të gjitha këto drejtime, domethënë fizioterapia shkon paralel. Po, më thëni ka të ndërtuar raportet dhe me shkencat tjera të mjekësisë, sepse ndërlidhen njëra me tjetrën. Por cilat mosha në fakt trajtohen më tepër nga ana e fizioterapisë? Po shifra janë të gjitha moshat, duke filluar prej lindjes, më thënë prej të posalindurit, të cilët janë të prekur me parez apo paralizë të pleksusit brachial, që lindin më thënë me paralizë cerebrale fëmijët. Pastaj kemi moshat shkollore, të cilat pësojnë devijime të shtyllës kurrizore, siç e dim nga qëndrimi i keq në shkollë, apo bartja e çantave të rënda, dhe kështu pësojnë shumica e fëmijëve ato devijimin e shtyllës kurrizore, e cila është shumë e rëndësishme, njihet domethënë me termet si skolioza, kifoza dhe lordoza. Këto janë ato deformitetet e shtyllës kurrizore. Pastaj moshat e mesme, siç dihet, që preken më së shumti me spondyloartroz, me hernien diskale, me nervit shiatik, smundjet reumatizmale, po ashtu tek moshat pak më të vjetra. Dhe kështu që domethënë fizioterapia trajton të gjitha moshat. Të gjitha moshat dhe të gjitha këto patologji të cilat edhe ju i përmendët, të gjitha këto deformitete. Sa zgjat në fakt një tretman fizioterapisë? Po një tretman mund të themi se zgjat 1 orë. Nëse shkohet, domethënë të bëhet tretman ashtu siç duhet, trajtohet ashtu siç duhet, 1 orë, 1 orë gjys komplet me të gjitha ato rregullat, përdorimin e rrymave, masazhin, fund ushtrimet që janë të rëndësishme shumë. Kjo është. Kurse seancat duhet të zgjasin më së pakti të themi 1 javë 10 ditë dhe më së shumti mund të shkohet deri në 3 javë apo 20 ditë. Edhe mund të bëhet 2 herë apo 3 herë në vit. Mund të trajtohen nga një seancë kështu. Tash shpejt e theksova edhe më herët, keni hapur edhe studion për fizioterapi. Në fakt, çfarë studio është kjo? Cili është qëllimi? Përse arritet, domethënë, të hapni një studio të tillë edhe sa jeni kompletuar me kushtet, aparaturën e nevojshme për këtë drejtim, domethënë për këto sëmundje, për të trajtuar këto patologji? Po shife, në vendin tonë, sidomos këtu në qytetin tonë, kemi edhe shumë vende të tjera, mirë po e pashtë arsyeshme, pashtë të nevojshme, pasi që së disa e keni theksuar që unë e kam hapur vetëm për femra dhe fëmijët, për të trajtuar, më thonë vetëm për gjinien femrore, kam patur arsyeshme se kanë nevojë ndoshta shumica e femrave apo grave që duan të trajtohen vetëm tek një femër, domethënë, që të jetë më e lehtë për ato, të jenë më komode, të ndihen pak më lirshëm për të trajtuar, dhe vetëm nga ajo e kam hapur që edhe për fëmijët, domethënë mundim të trajtojmë të gjitha fëmijët, të gjitha problemet që hasin. Po, domethënë me kushtet, me aparaturën e nevojshme jeni kushtet po, i posjedojmë të gjitha, domethënë duke nisur nga hapësira, mjetet e nevojshme teknologjike, të gjitha aparaturat elektronike i kemi, me sallën e ushtrimeve,
të gjitha, dhe me thonë, që ka një nevojitet për një tretman, në terapi fizikale i posedojmë të gjitha. Po, kjo është me mira. Ndërkaq kur jemi tek kjo puna juaj, do me thonë, e hapjes së kësaj studios për fizioterapi, sa keni pasur për krahjen e familjarëve, konkretisht bashkëshortit, do me thonë për të hapur një studio të tillë, dim që çdo punë cilën ne duhet ta bëjmë, duhet kemi edhe një përkrahje, apo mbështetje nga familjarët, në këtë rast edhe bashkëshortit tuaj. Sa u ka përkrahur dhe ndihmuar ai në këtë drejtim? Po, Arjana, patjetër, pasi vlen të theksohet. Unë jam e falendruesme shumë. Jam shumë e falendruar ndaj bashkëshortit tim se më ka përkrahur çdo kund. Që me fillimin e studimeve, ai më ka dhënë kurajo dhe gjithmonë më ka mbështetur. Sidomos më ka përmbajtur, do të thonë, dihet manën financiare dhe të gjitha. Pastaj pas përfundimit të studimeve, duke e bërë planin se si do ta bëjmë. Si do ja bëjmë me mjete derisa t'i sjellim. Për gjithçka më ka ndihmuar, për gjithçka e kam pas krahas gjatë. Për krahas, po. Po. Do të thonë edhe një herë të theksojmë ku në fakt ndodhet studioja juaj, që ta dinë edhe shikueset, në fakt femrat, se ku duhet të drejtohen në rast nevoje. Po jemi në lagjen Drenovec, aty përballë shkollës fillore Migjeni, që jemi rruga Magjistrale Tetovja Zhinçi është. Me njerë aty në himje të parë. Gjimnazi 7 Marsi. Po. Përndryshe është Gjimnazi 7 Marsi, jemi në rrugën kryesore, kurse në kthes përballë me shkollën fillore Migjeni, jemi aty. Janë të mirëseardhura të gjitha motrat nëna që kanë nevojë. Po. Do të thotë termini punoni gjatë ditës? Po prej orës 9 jemi aty deri në ora 6, po ka raste edhe më vonë, pasi që tani për atë e patëm qëllimin që t'ju ndihmojmë të dalim në ndihmë shumë nanave, motrave, të cilat janë të punësuara, janë me fëmijë të vegjël dhe disa herë ka ndodhur që të kërkojnë pas orës 6, shembull, në mbrëmje, pasi të kryejnë gjitha ato obligimet e shtëpisë. Fëmijën të rahatojnë apo të kenë kujt t'ja lanë dikujt tjetër dhe të vinë, dhe kështu që ne ofrojmë edhe ashtu. Do të thonë edhe në orët e mbrëmjes ka pas, edhe në ora 9 mbrëmje ka pas rast që kanë ardhur. Do të thonë jemi aty te shtëpia, jemi afër dhe u mundsojmë çdo kujt që kur të ketë nevojë, mundemi ta trajtojmë. Çdo ditë pune ose çdo ditë javës? Çdo ditë javës, po për ditës së diel. Po ka pas rast edhe ditën e diel nëse ka pas nevojë dikush, pasi jam aty tek shtëpia, do të thonë shumë më lehtë mund t'i ofroj shërbim. Po, në këtu gjithashtu do të thonë në reklame kemi të shënuar edhe numrin e ordinancës tuaj, kështu që të gjitha ato të cilët kanë, do të thonë, probleme të këtij drejtimi apo të shëndetit në këtë drejtim me fizioterapi, do të thonë mund të paraqiten edhe ta kërkojnë numrin tuaj, me çfarë rast e treguam edhe adresën se ju ku ndodheni, kështu që tani më e kanë edhe më të lehtë që të jenë pjesë e vetë punës të cilën ju e bëni. Përpara se ju falenderojmë me prezencën, për faktin që nuk do t'ju marrim shumë kohë sepse keni një agjendë të ngjeshur sot me punë, cila do të ishte porosia juaj në adresën gjithë shikuesve. Po porosia ime, po këshilla ime është që gjithkusht të jenë sa më të kujdesshëm, të ruhet shëndeti. Lëvizja është shumë e rëndësishme, me thënë, lëvizja është jetë, gjithçka që lëviz është jetë. Dhe me të vërtet duhet i kushtojmë shumë rëndësi trupit, qëndrimeve tona, qëndrime gjatë vendit në punë, lëvizjeve të përditshme, se ne çdo ditë lëvizim, por jo me lëvizjet e duhura. Dhe kështu që disa herë kishte qenë shumë arsyeshme që më shpesh të shkojnë njerëzit të vizitohen tek mjeku, pasi që ne punojmë me thonë vetëm me udhëzimin e mjekut. Të shkojnë në mjek të vizitohen dhe ta na caktohet diagnoza dhe ne mund ta bëjmë trajtimin. Nuk duhet të pritet deri tek shfaqet dhimbja shumë dhe pastaj kërkojmë trajtim që sa më shpejt. Do të thonë më shku më shpesh tek mjeku, më vizitu dhe me trajtu ato patologjia, po ato probleme që na shfaqen, është më lehtë t'i parandalojmë, se sa pasi të vijë dhimbja, paraqitet dhimbja dhe të mundohen t'i kurojmë, apo t'i shërojmë. Po. Zonja Majmire, faleminderit shumë që ndatë nga koha juaj për të qenë pjesë në emisionin tonë. Unë besoj që shikueset kanë marrë, domethënë, ato njohuri dhe informacionet për sa i përket këtij drejtimi, treguam edhe vendndodhjen tuaj, domethënë adresën edhe numrin e telefonit, kështu që besoj që ato të cilët kanë nevojë do të drejtohen për tek ju. Faleminderit shumë. Edhe ju faleminderit për ftesën, ju përshëndesim ditën. E pra të nderuar, ka qenë kjo rubrika me të ftuarin e parë ftuarën, në fakt të parë për ditën e sotme. Vazhdoni më tutje me programin tonë, do të shkëputemi për blokun e radhës publicitar.